së sotme që ka ndodhur në seancën konstituive të kuvendit. Këto dhe të tjera i diskutojmë bashkë me profesorin universitar Mazlum Baraliu. Zotri Baraliu, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë si u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që jeni pranishëm. Pra, sot është zhvilluar seanca konstituive e kuvendit Kosovës, por që e njëjta ka dështuar. Si e keni parë zhvillimet? Po si diçka që duhej të mos ndodhte. Si diçka që është përgjithësi edhe e pozitës e deri tanishme, respektivisht qeverisës e deri tanishme, po dhe atyre që kanë votuar kundër, pas një hezitim për arsye se votimi kundër në një komision teknik, i cili paraprin procesit të verifikimit mandateve dhe betimit të deputetëve është votim kundër vetvetes, vot kundër vetvetes. Dhe është një thënie latine që thot askush nuk ka të drejtë më tepër se vetes t'jap të drejtë për diçka. Do thot edhe këtu është e çuditshme se si për herë të parë ndodhin edhe këso çuditërash mes parlamentarëve në parlament në një legjislaturë, në këtë rast të nëntën, për arsye se ky veprim ka mund të sqarohet dhe ka bazë për të sqaruar, ani që vërtet ligjet janë kontradiktore dhe ligjet janë me gabimet shumëta, me përsëritjet shumëta, me kolizione, themin e ndrejtësi. Megjithatë ka mund të zgjendet zgjidhja dhe unë përgjithësinë në këtë rast mendoj që e kanë edhe pozita dhe opozita, edhe ata që nuk e kanë përgatitur mirë këtë seancë, e që ka qenë përgjithësi e kryetarit e deri tanishëm, i cili tek sot do të përfundonte mandatin dhe nuk është e saktë ajo që dikush thot për këtyre që raportojnë nga shoqëria civile se nuk ka qenë me vend dorëheqja drejtuar kur kryetarit kuvend, për arsye se pikërisht neni 14 paragrafi 2 i rregullores së punës së kuvendit thotë se në rast të zgjedhjeve, domethënë fushatës zgjedhore, që domethënë edhe zgjedhjeve, edhe në rast të shpërbërjes ose shpërndarjes së parlamentit, kryetarit të kuvendit dhe kuvendit i vazhdon mandati deri në ditën e konstituimit të kuvendit të ri. Pra, janë bërë disa veprime që mendoj unë pengojnë konstituimin e kuvendit dhe vazhdimin e formimit të institucioneve dhe kjo në rrethana çfarë gjendemi ne aktualisht Kosova dhe bota nëse doni paraqet çdo ditë, çdo minutë është humbje dhe është do të thosha përgjegjësi dhe rrezik në njëjtën kohë për të gjithë ne, po veçanërisht për përfaqësuesit tanë në kuvend. Kanë qenë gjithsej 52 vota për, 46 kundër dhe 11 abstenime. Sa i përket pikës së parë të rendit të ditës, që ka qenë ajo pra për komision për verifikim të quorumit dhe të mandateve. Ka qenë pro lëvizja vetëvendosje dhe nisma, ndërkaq kundër kanë qenë partit opozitare dhe një pjesë më pastaj e komuniteteve jo shumica dhe kanë abstenuar. Edhe këtu kemi të bëjmë me një mendoj unë pasaksi ose pa qartësi në ligjet dhe në rregullorën e vetë kuvendit, që është rregullore e re, që është miratuar me pëlqimin e gjitha për dikun 10 vjet debat ka pasur, pregaditje, debate, nuk kanë rënë në ujdi partit politike të përfaqësuar në kuvend, më në fundis të dytën janë marrë vesh dhe është rregullori aty ku thot me shumicë deputetësh për shembull zgjedhet kryetari i kuvendit. Analogjikisht me këtë normë të rregullores së punës së kuvendit do duhet të gjykohej edhe prania dhe vendimarrja në këtë komision që është aq më tepër i natyrës teknike. Pra me shumicën e deputetëve do duhej marrë vendimi. Vendimi tani ka pasur si duket dilema në mesin e atyre shërbimit që përgatisin këto punë të kuvendit dhe vetë deputetëve si duket se çka do thotë shumicë. A do thotë shumica e deputetëve që votojnë në seancën, në këtë rast seancën e komisionit të pranishëm, apo do thotë ai i famshmi 60+1, që është thjesht shumicë e thjeshtë ashtu quajtur. Pra, edhe kjo nuk është precizuar sa duhet dhe mbase në këtë bazë po të trajtojmë më thellë kjo punë, do dilte që megjithatë 52 me 46 apo sa ishin ata më pak,
kanë votuar dhe ky vendim do duhet ishte shumicës dhe për ma tepër, më falni, për ma tepër që është një presedan i pa duhur, për të mos thënë tragjik, i dëmshëm për Kosovën, sepse për herë të parë po na ndodh se edhe për çështje teknike, në fillim, në start, kundër vetvetes, sepse nuk është kjo, nuk është përgjegjësia vetëm e partisë në këtë rast më të madhe që ka fituar. Dhe nuk është prania dhe nuk është vendimarrja vetëm e tyre. Vendimarrja është të gjithë deputetëve të partive politike që kanë fituar qoftë edhe nga një vend pune, nga një vend në deputeti, madje edhe atyre të rezervuara dhe garantuara, deri të partia më e madhe. Pra, të gjithë bashkë bëjnë një vendim dhe është dashur ta marrin një vendim me përgjegjësi dukshëm më të madhe se sa që kanë vepruar. Megjithatë, bazuar në këto vota dhe në këto numra, edhe po të kalohej ky komision i cili më shumë ka karakter teknik, prap ai bie kjo, a lexohet kjo që nuk kanë qenë numra të mjaftueshëm edhe për votim të kryetarit të ri të kuvendit. Jo, kjo nuk do thotë, kjo është paragjykim i thjeshtë, veçanërisht i disa eksponentëve të ish opozitës, të cilët manipulojnë me numrin 52, nuk i ka numrat, kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë, sepse fillimisht nuk kanë qenë. A mendoni ata që kanë votuar kundër këtij komisioni do votonin pro atëherë bie kryetarit kuvendit? Ajo do të, megjithatë, këtu nuk ka pasur ndonjë dobi, pastaj këtu është dirigjuar disiplina partijake, ka dirigjuar me deputet, dhe për deputetët nuk është problemi i madh në këtë aspekt për çështje teknike ndoshta, ose ka mund të mos jetë, ndërkaq kur vjen puna të beneficionit që mund të ketë një deputet për ta dhënë një vot, në këtë rast për formimin e qeverisë ose zgjedhjet të kryetarit të kuvendit, aty është tjetër gjë, sepse është i pavarur mandati i deputetit dhe vota e tij është e pavarur dhe thuhet edhe në këtë rregullore që deputeti thjesht mbron interesat e kushtetutës dhe të Republikës në punën e tij, pra në votim për ose kundër, ose të saj, pra jo të partisë politike. Ani që ndonjëherë ne shohim fatkeqësisht edhe në këtë frymë dhe në këtë çështje monopole dirigjuese dhe monopolizime të pa denja, do të thosha, për demokracinë që mund t'ja bëjnë udhëheqjet e ndryshme, leadershipi pra i një subjekti politik, grupit parlamentar dhe deri te imponimi i votës të deputetëve të një partie politike, gjë që nuk do duhet ndodhë dhe nuk është shëndet i demokracisë. Megjithatë, nëse ndalemi tek arsyetimi i opozitës për mos votim të këtij komisioni, ka qenë pikërisht mos dorëheqja e Kurtit bashkë me ministrat e tij ditë më parë dhe jo tani më në ditën e fundit që kishte dorëzuar edhe dorëheqjen, duke u arsyetuar se nuk mund të mbajë dy poste, edhe legislative edhe ekzekutive. Po, është fjala sigurisht për kryeministrin e gjërtanishëm ose atë në detyrë Kurti, po shqyqoni, edhe kjo çështje është diskutabile, sepse... Kush ka të drejtë në këtë pikë? Po them kush ka të drejtë, sepse nuk e kam atë kompetencë dhe atë detyrë, po as potencë që ta them, por për që kemi ne probleme serioze me ligjet në zbatim dhe me kushtetutën në fuqi, kemi probleme shumë serioze. Pra atje thuhet, për shembull në kushtetut, po edhe në rregullore, punës së kuvendit thuhet që me dorëheqjen e kryeministrit shkon kabineti qeveritar, bjen qeveria. Këta zotërit kërkojnë këtu disa që thonë që duhet mos shkojnë zyrë ata. Ndërkohë që në nenin dhe të rregullorës së punës së kuvendit thuhet për shembull edhe duhet i zaventësoj pastaj zaventës kryeministri kështu me radhë kryeministrin dhe zaventës ministrat duhet i zaventësojnë ministrat në detyrë. Neni dhe thot për zaventës kryeministrin që çdo punë që bën i rregullorës, të cilën e kanë miratuar këta zotërin që po kritikojnë tani, thot qartazi që asnjë detyrë nuk mund ta bëj zaventës kryeministri përveç se të ndihmoj kryeministrin dhe çdo gjë që e bën pastaj, nëse ai miraton me shkrim, me autorizim, me shkrim, duhet ta bëj me shkrim. Pra në mënyrë të veçantë speciale, specifike duhet bëhet autorizimi, për ndryshe nuk ka drejt asgjë të bëj ndryshe. Dhe po ashtu
do të thotë edhe këtu i çdasht jetë kjo, të shtrohet pyetja mirë që ky do të s'pas ka dhënë dorëheqja se ju e shtrut pyetjen në mënyrën e duhur, dhe lege artis. Po kujt është dashur? Këtu po thotë që kryetari i kuvendit është valid dhe në detyrë dhe ka kompetenca për të pranuar korrespondencë deri ditën e sotme. Pra, ndërkohë që kjo ka shku ditën e sotme para konstituimit, para mbledhjes konstituive. E atëherë shtrohet pyetja dorëheqjat mos shkojnë detyrë as ministrat që janë deputet që kanë fituar mandate. Po atëherë kush ta udhëhet qeverinë? Edhe zavens ministrat, edhe zavens kryeministri, asnjë punë nuk mund ta bëjnë përveç se atë ndihmtare dhe me autorizim me shkrim të kryeministrit, zavens kryeministri, i pari në këtë rast, ose ndonjë tjetër, dhe të zavens ministra nga ana e ministrave. Ndërkohë që ministrat nuk janë detyrë, janë dorëheqje, si mund t'japin ata autorizime? Me vetë aktin e faktin e dorëheqje është akt personal dhe i moral, pra ata nuk mund t'japin udhëzime dikujt se si duhet punoj. Pra janë çështjet pas zgjidhura, po edhe kërkesa të çuditshme që nuk kanë ndonjë bazë mbështetje jo vetëm juridike, paktin jo juridike në aktet ekzistuese nga kushtetuta deri te rregullorja, edhe ligji i qeverisë, dhe në anën tjetër edhe në anën logjike. Në anën tjetër, në 26-i ligjit për qeverinë që e kanë miratua pikërisht kjo qeveri edhe këta njerëz që e kanë bërë me për shpejti gjërat, pa përpunuar mirë, duke futur shpejt, shpesh herë duke i bërë disa debate ose rangje të debateve një, ose duke përshpejtuar procedurat sikur të binte shiu dhe jo ose breshi dhe jo shiu, atëherë kanë bërë gabime të tilla ku vetë e kanë shkruar që janë të papërputhshme, të papajtueshme detyrat e antarëve të qeverisë, ku do të binte edhe kryetari i qeverisë, sepse ajo është primum inter pares, është vetëm i pari në mesin e barabartëve, dhe antarët e qeverisë, dhe me fjalë tjera, pasi të bëhet betimi, kur të bëhet betimi i deputetit, nuk mund të jenë të njëjtën kohë edhe atje. Madje, me datën e certifikimit të rezultateve, ata duhet ta dorëzojnë mandatin. Ndërkohë që kjo nuk është bërë. Pra, kemi shumë gjëra që nuk japin drejt as qeverisë së gjertanishme dhe përgatitësve të këtij akti madhor, pra kësaj mbledhje konstituive, po as këtyre që po e kundërshtojnë dhe po e marrin përsipër përgjegjësinë e tyre për dikën tjetër. Pra, dikush nëse bë ka shkelje ligjore dhe kushtetuese, në këtë rast këta që kanë përgatitur seancën është partia fitimtare, po ç'punë kanë këta? Me temë thënë, jo nuk e lejojmë ne që në mbledhjen e parë të bëjnë këta shkelje. Po ta kanë bërë 11 herë shkelje që ju ja u keni kontestuar dhe keni pranuar, pra opozita deri tanishme, në gjykatën kushtetuese. Këta për shkelje të kushtetutës fatkeqësisht edhe institucionet e tanishme edhe ato para këtyre që kanë qenë nuk mund të lavdërohen. A mund të konsiderohet paksa e vonshme atëherë kjo pjesa e dorëheqjes së kryeministrit Kurti? Sepse ka interpretime ndryshme atëherë. Po, në bazë të ligjit mbi qeverinë, punën e qeverisë, të cilën e kanë miratuar ata vetë, kur kanë ardhur ata është miratuar ai ligj, madje sipas opozitës së gjertanishme dhe si një ligj jo i mirë dhe në kundërshtim me disa kërkesa amandamente të saj, po, sepse aty shkruan, siç thash më parë, që dorëheqja duhet të jepet antarëve të qeverisë dhe të njerëzve, pra antarëve të qeverisë, që janë ministra, kryeministra dhe kryeministri dhe zavens kryeministra. Mbas edhe kryetar komuna. Po pra, edhe vetëm më njëherë pas certifikimit të rezultateve, do të thotë certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Atje, dhe jo për të pritur tani, sot e për të thënë efekti është në 23 mars. Jo, kjo efekti retroaktiv s'mundet ta përcaktoj. Kjo është thjesht diçka që nuk është dashur të bëhet dhe këtu në këtë pikë ka të drejtë opozita, gjithsesi ato parti që nuk e kanë votuar, sepse kjo dorëheqja ose duhet jetë dorëheqje ose s'duhet jetë. Nuk do të thotë edhe po jap edhe s'po jap, gjë që këta politikaj tanë dinë ta bëjnë dhe nuk është sepse ka qenë pikërisht kryeministri Kurti që ditë më parë ka thënë se nuk ka nevojë për dorëheqje, do vazhdojmë të jemi vetëm qeverinë detyrë deri në momentin kur bëhet zgjedhja qeverisë së re. Po, keni parasysh në rastin e kryerjes së punës së qeverisë, ai ka të drejtë në një segment sepse ne deri tash kemi pas prerje mandatesh, domethënë asnjë qeveri nuk ka shkuar deri në fund mandatit. Dhe ato qeveri kanë dhënë dorëheqje me mocion mosbesimi. Ato kanë dhënë dorëheqje, janë detyruar të japin dorëheqje,
E kur jep dorëheqje, s'ka nevojë për dorëheqje ekstra. Po kjo qeveri, kryeministri ynë i nderuar, ka pas deri në fund mandatit. Ky s'ka dhënë dorëheqje. Është detyruar të jap dorëheqje sepse ka dashur ta marr postin e deputetit dhe të marrë atje numrin më të madh të votave. Edhe ligji vetë i qeverisë thot, në 26, paragrafi 1, qartë që nëse ti dëshiron ta marrësh mandatin, ka dikun 12 ish ministra që tani ministra në detyrë që kanë marrë mandate, është dashur shkojnë atje të ky dhe ata, është dashur shkojnë të Komisioni Qendror Zgjedhor dhe ditën e certifikimit të rezultateve, ashtu siç kanë vepruar disa kryetarë të komunave, sepse është i papërputhshëm, është konflikt interesi funksioni, aty t'japin dorëheqje dhe dorëheqje kishte mjaftuar. Po tani e jep dorëheqjen dhe e jep dorëheqjen kryeparlamentarit i cili po ashtu është në detyrë, nuk është në mandat. Se mandati i kryeparlamentarit dhe këtyre ka përfunduar dhe qeverisë, ka përfunduar pikërisht me 23 mars. Kur përfundon mandati ka një rregullativ tjetër që rregullon këtë, po ju them me keqardhje, mund të jetë edhe kjo që po e them unë jo mjaft e kuptueshme ose abstrakte për shumë njerëz që kanë më pak të kontakte me normat ligjore dhe kushtetuese. Ne kemi kaos, për të mos thënë karambol, gjendjen në fushën e sundimit ligjit, gjithsesi legjislacionit ton, ligjeve tona dhe kushtetutës. Kushtetuta është e stërvjetruar dhe tani me tejkaluar duhet të rishkruhet domosdoshmërisht sepse kjo kushtetutë më shumë po na pengon me shumë gjëra se sa që po ndikon përkundër anësisë historike të saj dhe shejtërisë saj. Me sinqeritet më të madh po e them. Tani më i ka kaluar koha sepse është shkruar me porosi që kanë dashur të ujit, na kanë imponuar, tani ai duhet të rishkruhet dhe duhet të zbatohet edhe të përputhen ligjet me njëra tjetrën, e jo të kundërshtohen, dhe të përputhen ligjet me kushtetutën edhe jo të jenë në kundërshtim ligji me kushtetutën, sepse atëherë kemi probleme çfarë edhe po na paraqit. Pra në një situatë të tillë nuk mund ta bëjmë as ndarjen se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë. Asnjë mënyrë, unë thash përgjithësia është e përbashkët dhe për këtë nuk po duhet bëj kompromis as t'ja marr zhagën njerëz as pa asnjë kompromis, me gjithë respektin ndaj të gjithëve. Ne jemi këtu për të thënë të vërtetën shkencore dhe historike, reale, që me këto veprime dëmtohen vetë ata që kanë bërë edhe këta tjerë që në këtë mënyrë kanë dashur të shesin dush për gogla dhe dëmtohen Kosova dhe interesi i saj në një periudhë jashtëzakonisht delikate, më tepër se kur. Pas 80 vitesh është çrregulluar sistemi i ri i ndërtimit të rendit ndërkombëtar i Jaltës. Tani më jemi në një kaos global. Në këtë kaos, peshqit e vegjël psojnë, peshqit e mëdhej fitojnë. Ne jemi të vegjël, ne do duaj, po duhet jemi të mençur. Dhe çka do thotë? Mençuria kryesore është uniteti dhe harmonia. As unitet, as harmoni. Këta si ishin gjendje ta bëjnë qeveri të përbashkët, të gjitha partitë që kanë fituar me komunitete, të gjitha përveç listës sërbe, do doja cila është dëshmuar me keqardhje them, por është dëshmuar si jo kosovare dhe duke studiuar rishiquar këtë rregullorën e kuvendit, shoh që për shembull ata shumë funksione edhe të betimit madje, tekstin e betimit nuk e përmbushin ndaj Republikës dhe ndaj shtetit dhe qytetarëve të vet, të cilët edhe i përfaqësojnë një pjesë tyre, pra është përgjegjësia e përbashkët, jo e dikujt. Dhe nuk mund ta shesin këtë, mendoj unë, te opinioni publik. Njerëzit janë zhgënjur me këto veprime. Asnjëherë nuk pam që 26 vjet në nivelin e duhur dhe në kohën e duhur pak më gjatë, pra më qëndrueshëm që të jenë bashkë dhe të përfaqësojnë Kosovën si duhet. Rreth gjithë kësaj situate, sigurisht nuk ka munguar edhe reagimi i partisë në pushtet, pra që ka qenë deri më tani, Lëvizjes Vetëvendosje, ka qenë edhe kryeministri Kurti, që ka quajtur opozitën të rebeluar dhe që ka quajtur si sulm brenda institucioneve të vendit, këtë pjesën e mosvotimit dhe dështimit seancës. Jo, unë po them edhe një herë, ata le thonë çka donë, thonë për pazare politike, për ambiguitet politik dhe ambivalencë politike, për të fituar më thjesht, për të fituar besim dhe për të arsyetuar veprimet që nuk i kanë ndërmarrë dhe që mund t'i kenë marrë gabim. Po përgjithësia është sa e këtyre që kanë reaguar, që kanë mund të tejkalojnë dhe të thonë
ta shënojnë aty që është kele, ta shënojnë që nuk pajtohen, por kur vjen puna për ta votojnë sepse është akti më i rëndësishëm i konstituimit të kuvendit, legjislaturë të tretë e atyre vetë, i fuqizimit të mandateve të tyre dhe të deputetëve të tyre. Tani, gjitha këta që kanë votuar kundër, kanë pas mundësi që sa më shpejt konstituohet kuvendi dhe të filloj puna dhe të japin vrejtje, sugjerime dhe korrigjime të bëjnë në politikat që janë të pakënaqura me këta që vinë në qeveri. Po, ose ta marrin vetë qeverisë nëse këta të parës mund ta bëjnë. Po ta kanë privu vetën, kjo është, thuhet në drejtësi, po ashtu kontradikcio in adjecto, në vetë përmbajtje, këta janë kundër vetvetes. Kundër Republikës, s'duhet them, po kundër vetvetes. Po në fakt dëmtojnë Republikën edhe ata dhe këta, do duhet mbledhet përgatiten shumë më mirë, do duhet përgjithësi dhe s'mund të thotë as këta të thonë ne i duam ata të mos shkojnë zyre, pra se s'mund të ndodhë ajo kush do ta qeverisë këtë vend. Nuk ka diskontinuitet qeverisë, gjithmonë ekziston sistemi që është ky që është tre shtyllësh, nuk është më i miri demokratik, s'është më i miri, po ky kështu thotë. Edhe mirë që thotë që kontinuiteti i punës në detyrat e përditshme administrative dhe shtetërore duhet bëhet. Duhet i kry dikush, kush ata që kanë qenë deri dje. Deri në momentin kur e dorëzojnë se përfundimi faktik, juridik, ka përfunduar ma herët mandati, thash më 23 mars, i gjithë. Po faktik është në momentin e dorëzimit të detyrës, pra protokoleve, të mandatarit që fiton në qeverisjen besimin në kuvend në qeverinë e rej. Atëherë përfundon puna, atëherë këta s'kanë çka lypin ato zyre. Deri atëherë, po si, çfarë logjike na qenë ka kjo? Të mos shkojnë zyrët, mos punojnë, kjo është diçka që mund të konsiderohet si e pahishme dhe e dëmshme. Urdhën? Si një kërkesë absurde mbase nga ana. Patjetër e parealizueshme dhe absurde, sepse nuk kush do të bëhem unë, ju, askush. Ata janë të mandatuar, ata tani ma janë procedurat e caktura me kushtetut dhe me ligj që duhet zbatohen, ata që kanë qenë në mandat, tani nuk janë në mandat, nuk kanë drejt marrin vendime meritore dhe vendime me vlerat mëdha, po kanë drejt dhe detyrë që t'i kryjnë detyrat e qeverisë. Para mendoni vjen një obligim, që po humbin këta edhe ata në Shqipëri atje vëllezërit tanë me qindra miliona në për gjykatat e për shembull arbitrazhit dhe duhet paguar, janë afatet ligjore, është përmbarimi, nuk i paguajnë obligimet, pagat, pensionet, detyrat kryesore, detyrat diplomatike, secili duhet i kryejnë detyrën e vet, kryeministri domosdoshmërisht i pari. Prandaj e këto të mos kryen, jo s'ban as më shkojnë zyre se s'munden me çel. Po s'është në rregull kjo, po jemi ku jemi, unë spjegova pikat më detale dhe më do të thosha të rëndësishme të kundërshtive që kemi në legjislacionin dhe në kushtetutën e tanishme, zgjidhje kontradiktore. Këtu thuhet mandati deputetit fillon me ditën e certifikimit rezultateve, dikun tjetër thuhet në rastin e betimit, që është shumë e drejtë, ma e drejtë, ma arsyeshme, dikun thuhet diçka, dikun diçka tjetër, dikun thuhet që me dorëheqjen e kryeministit bjen qeveria krejt janë dorëhequr, këta kërkojnë që edhe ministrat, se cili dhe zavens ministrat veç duhet ta japin edhe këta që po spjegojnë, por nuk bën ashtu, nuk është ashtu, po sidoqoftë jemi ku jemi në një akt që nuk është dashur të ndodh, mund të përmirësohet brenda 48 orësh, presidenti i vendit e ka kryer detyrën e saj, por ka edhe një detyrë nëse don ta merr ajo, në nenin 84 të Kushtetutës së Republikës, presidenti i vendit në këtë rast është e obliguar që të kujdeset për mirë funksionimin e institucioneve të vendit. Në këtë rast jemi si në një situatë kur kemi ngërç, kemi ngjese, kemi dilema dhe kemi kundërshti. Dikush ka një pikpame, dikush një tjetër, ajo mundet, pa e qenë gjykatë kushtetuese, mundet sepse ka shërbimin e vet, e njeh kushtetutën mirë, dhe në bazë në 84 mundet me dhënë kontribut, me dhënë sqarim se ka edhe shërbimin e vet aty, ka njerëz plot aty që paguhen edhe mirë madje, që të spjegoj se çka duhet bëjë, për ndryshe nuk ka pse spjegohet, vendi është i pavarur, presidentja e ka caktuar datën, e ka kryer obligimin e saj kushtetues dhe ligjor, dhe këta duhet të vazhdojnë. Vazhdimi mund të ndodhë me që më pyetet pas 48 orësh, pra mundet të vazhdohet kjo dhe thot edhe rregulloria e kuvendit që seancat mund të ndërpriten, pra edhe seanca konstituive ndërpritet, po nëse ndërpritet ajo nuk është për gjithmonë.
Ajo mund të vazhdoj, derisa edhe rolin kryesor e ka pikërisht ky deputeti bashkë me tjetrin deputetën më të re dhe mund ta vazhdojnë dhe të merren vesh. Mendoj që duhet komunikuar më tepër. Nuk e kuptoj këtë animozitet. Pra për thënë edhe më thjesht për popullin armiqësi, që nuk është, duhet besoj që është e tillë, sepse një qëllim, kemi një synim, kemi këtë shtet, këtë republikë, qytetarë tanë, po një animozitet ekziston i evident, i vazhdueshëm, pothuajse një hatërmbetje dhe më but ta them në mes këtyre njerëzve tanë të politikës që do duhet të kalojë, sepse vërtet kanë marrë detyra të rëndësishme. S'është më rëndësi numri deputetëve në këtë rast. Qoftë një deputet me një të është përfaqësuar atje, ke marrë përgjegjësinë ndaj gjithë popullatës. Ata janë të zgjedhurit e një komuniteti, po janë fakt besimin e kanë marrë sovranit, popullit të Kosovës, dhe duhet më merr mendja me të vërtet, më me përkushtim dhe përgjegjësi ta marrin. Profesora, përmendet pak më parë që seanca e radhës duhet të caktohet brenda 48 orësh. Në rast se dhe seanca tjetër dështon, atëherë si vjen procedura? Vazhdon edhe tjetra. Prap ka kohë 48 orë të tjera, apo si? Mundësia që në çdo 48 orë mund të vazhdohet derisa të gjendet një zgjidhje. Dhe unë mendoj me lejen tuaj se nuk ka asnjë arsye. Pra nuk ka një numër të kufizuar, deri kur Jo, në çdo 48 orë ajo mund të, për arsye se qëllimi i ligjdhënësit është, ka qenë dhe mbetet, që të kryhen punët. Keni parasysh, ne tash jemi në amulli, jemi në vakum institucional. Po thonë ata s'kemi qeveri dhe kemi qeverinë detyrë. Po kush do t'i kryej ato punë? Kush ta përfaqësoj Kosovën? Për çdo ditë kemi obligime dhe kërkesa dhe angazhime që duhet marrë. Bashkarisht, unë them gjithmonë, jo për hir të kurtuazisë ose një dashurie të madhe që unë kam dashuri, gjithmonë njerëz të shoh bashkë. Edhe vetëm bashkimi bën fuqinë, është dëshmuar edhe shkencërisht edhe faktikisht në jetë. Mirë po, dikush duhet, prandaj është më rëndësi se në momentin kur po duam ti konstituojmë institucionet, në këtë rast më të lartin, kuvendin, pastaj kur ky konstituohet nuk është problemi i madh shumë qeveria. Nëse është problem, bëhet problemi i pari, i dyti s'mund të shkohet në zgjedhje të reja, po kemi kuvendin. Tani s'kemi as kuvend në mandat, s'kemi as qeveri në mandat, s'kemi as gjë. Prandaj do duhej që të ketë mirëkuptim dhe të kryhet mbledhjen tjetër, se nuk ka diçka që nuk është e qartë. Fundi pra tek anjozet, po them kushtimisht, ose ata që dëshirojnë përmes amullive politike ose lakmive politike për pushtet, që kanë njerëzit tanë shpeshherë, më shumë se për shtet, më shumë se për popull, ta ushtrojnë pak më ndryshe, pak më thjesht dhe në një vend tjetër, jo aty. Jo tani kur bëhet konstituimi. Po ç'ka met është për shembull nëse jep dorëheqje atje asgjë. Përkundrazi je korrekt me të gjithë, sepse dysharçi populli thotë nuk mbahen në një dorë, edhe është e vërtetë. Nuk mundesh ti jesh pjesë e legjislativit, në njëjtën kohë edhe ekzekutivit, sepse ekzekutivi është në shërbim të legjislativit. Legislativi është kontroll ose mbikëqyrje, check and balance system, që është ai sistemi i kontrollit dhe balansimeve, ekuilibrimeve, është ai që mbikëqyrje. Nuk mundesh të njëjtën kohë me qenë edhe urdhëdhënës, edhe urdhërmarrës. As nuk mundesh me qenë sultan, as parandor. Prandaj janë da pushtetet, janë da detyrat, ke dash të konkurosh për një mandat, nëse s'mund ta përmosh qeverinë, që të mbetesh deputet, okej, në rregull, por duhet ta jepsh dorëheqjen, edhe ajo është dash hipet në ditën kur është bë shërbimi rezultat. Profesor, në rast se ka dorëzim deri në gjykatë, i drejtohemi faktikisht edhe gjykatës kushtetuese në një situatë të tillë, atëherë i bie që gjykata kushtetuese të vendosë në favor të opozitës. Nuk mund ta paragjykojmë, por gjykata kushtetuese në kuptimin që do duaj të ndodhte dorëheqja më parë. Do të kishte detyrë të vështirë një, dyta, sa mbaj mend unë, gjykata kushtetuese në mos gaboj ka deklaruar madje publikisht që nuk do të merret në të ardhmen me trajtimin e çështjeve të tilla. Pra të pyetjeve se a është kështu as është ashtu. Sepse edhe dorën zemër nuk e ka mision, ajo as mandat. Ajo ka mandatin e kushtetutshmërisë, vlerësimit të kushtetutshmërisë dhe lishmërisë dhe cenimit të drejtave të njeriut dhe individit. Pra, kaq, atë ka, ta mbroj kushtetutën në këto dimensione, asgjë më tepër.
Këta zotërit kanë bërë pyetje të tilla të cilat mandej për interesa politike ka vendosur gjykat, qysh ka qenë e ndikuar politikisht, ka qenë vazhdimisht, edhe ka vendosur dhe ka kriju presedane. Tash pikërisht dhënia e mundësisë partisë më të madhe me çdo kusht dhe vetëm asaj në çdo situatë, domethënë jo nëse i pari s'mundet me bë, domethënë i dyti, po ja ka dhënë deri në fund mandatin që partia fituese ta ketë postin e kryetarit, dhe ajo nëse s'mundet e zvarrit procesin, krijon ngërçe politike, s'ka afate aty, ja ka dhënë për shkak se politikisht ka ndikuar një parti politike përmes eksponentëve politik në pushtet, i ka thënë bënë e kanë bë si duket dhe kemi tash një presedant që është pjesë e kushtetutës. Dhe por e krijon probleme tani, se do të ishte më mirë njëjtë sikurse me që thot kushtetuta për kryetarin e qeverisë, nëse s'mundet partia parë fituese, merr partia dytë, treta, dhjeta, cila mundet t'i bëj gjatë një deputet. Këtu te kryetari i kuvendit jo. Kësaj ja ka dhënë dhe kjo pa kufi, pa afate, pa asgjë. Mund të zgjasë. Pa limite, mund të zgjasë dhe pse nëse s'mundet, ja ke dhënë mundësinë si kushtetut, si shtet. Po nëse s'mundet, jepi atij që mundet. Çka do thotë mundet? Që i bën gjatë një deputet për ta votuar ose më shumë aq? Pse jo? Këto janë ato mangësitë që ekzistojnë. Profesor, dua ndalem pak edhe tek pjesa e 52 votave për, pra në mesin e tyre kanë qenë edhe 3 votat e nismës. A është kjo një lloj treguesi se nisma do mbështes formimin e qeverisë së re? Po si duket, po, sepse edhe është përfolur një koalicion. Edhe nëse unë përcolla me vëmendje gjatë gjithë kohës, sigurisht edhe ju keni mund të vreni që edhe qëndrimi edhe sjellja kështu me gjuhën e trupit, pra pa fjalë goje, tregonte që diçka aty, edhe nga ajo që raportonin gazetarët, që ishin aty të pranishëm, që dikush është i pakënaqur dhe që dikush tjetër don, siç ka deklaruar zoti Limaj, dhe unë mendoj që të gjithë do duhet ishin ashtu, jo pse ai e bën këtë edhe për pushtet, por në këtë rast ka deklaruar që e bën për shtet dhe ne duhet i besojmë që po e bën për shtet më shumë se për pushtet. Dhe nëse nuk do ta bëj, do ta shohim a do ta bëj për pushtet për të marrë ndonjë dikaster ku ka më shumë punë e përfitime, apo do ta bëj për shtet. Unë jam i prirur të besoj që ajo tepe po e bën për shtetin dhe jo për pushtetin dhe pikrisht në këtë frym do duhet ishin të gjithë bashkë. Pa marrë parasysh që këta nga njëherë edhe po grinden edhe po hatërmbetjen e tjera i kanë, por pa marrë parasysh këte ne kemi një synim dhe duhet ta kemi një synim. Avansimi i shtetit të Kosovës, përmirësimi i pozitës ekonomike, punësimi njerëzve mos ta dalin një krejt u zbraz Kosova jashtë dhe problemet sociale ekonomike dhe mbi të gjitha diplomacia me jashtë. Pra një qendresë e fortë, një qeverisje e cila flet me një gojë, besoni që praktikat shkencore dhe empirike tregojnë që në raste të tilla shpëtohen popujt, shpëtohen qeverit, shpëtohen thjesht resurset kur qeveriset flasin me mënyrë unisone, unike, të përbashkët. Unë po duhet besoj që mund të, si rezultati kësaj, pra edhe njerë po them, në respekt të shtetit dhe ndërtimit të institucioneve, kush fiton, është edhe demokratike, po mbi gjitha në interes shtetit që me ashtri dorën fituesit dhe me ndërtu institucionet qëndrueshme. Gjithashtu ka pasur edhe një ftujë të raportit me që jemi tek nisma mes nismës dhe AK-s. Madje në sallën e kuvendit është vërejtur që nuk ka pasur edhe një përshëndetje mes krerëve të këtyre dy partive. A mund të jetë sigurisht kjo krejt rrjedhoje mbështetjes së përfolur? Po, thashë edhe unë pak më parë, më ndryshe, po ju e ka drejt për drejt edhe ma mirë, kështu që ashtu. Kanë vërejt edhe gazetarët e raportuan këte, po unë mendoj që nuk duhet ketë hatërmbetje. Unë mendoj që nëse bash dëshirohet që të shkohet dhe në skaj, pse s'po mendon si unë dhe kush nuk është me mua, është kundër me, nuk është në rregull sepse nga koalicioni, dikush mendon ndryshe, por me analizat e mia dhe përpjekjet e mia për të kuptuar se çka ka ndodhur në zgjedhjet e fundit, pikërisht edhe nisma po edhe Aleanca ka pas dobi që ka pranuar të jenë bashkë me nismën, kanë shumë vlerat përbashkëta, ata dy liderët, po kanë edhe partit dhe kanë përfituar se mbase
mase do t'ishte një rezultat tjetër, dikush ata mendojnë që do t'ishte maj madhë. Unë mendoj që do t'ishte mbas edhe ndryshe që të krijon të vështirësi për kalimin e pragut. Edhe pse nuk kam respekt jashtëzakonshëm, megjithatë ka hashtë e llocuar një subjekt politik nuk ka rëndësi. Më rëndësi është që është një votë e qëndrueshme, është dhe një votë e një elektorati që i beson për 20 vjet e sa përkundër peripetive që ka pas ai subjekt politik forma të ndryshme dhe sfidave, por kanë përfituar të dy palët, pra dhe nisma edhe ake, edhe s'ka sepse t'hidrohen. Fundit pikpamje, është çështje pikpamje, partitë dallohen aty. Pse thuhet parti? Partishen është ndarje, partitë ndahen edhe në ide, edhe në veprime, edhe në programe. Njëherë qëndrojnë bashkë, masaj ndahen. Ata me LDK-n vetëvendosja u bashkuan në një fitoret për bashkë pas disa kohë shumë shkurt 50 sa ditë, i prishën me njëri tjetër dhe në mënyrën ma pa dëshruar të mundur. Kjo ndodh dhe prandaj s'do duhet të ketë hatërmbetje këtu. Gjithashtu, zotëri Baraliu, ajo që është diskutuar dhe ka qarkulluar faktikisht shumë edhe në mediat online, kanë qenë edhe mesazhet e kandidatëve për deputet brenda sallës kuvendit me një lloj përmbajtje që pak a shumë ka qenë si lloj pazaresh politike. Si keni parë dhe si komentoni këto? Po vetë politika... Qoftë për votat nga lista serbe, qoftë për pozitat të tjera. Ja, ato janë thjesht... Unë mendoj që janë dajshtime për të mos thënë imputime, sepse ne e pam që lista serbe abstenoi. Që kanë bërë brenda në një komision teknik, nëse dikush pretendon të ashtu ai fundi është sekret zyrtar dhe nuk është korrekte në pikpamje etike, që të nxirrën dëna të tilla se shka një subjekt tash gjithë këta janë bë, jo lista serbe me te jo, po në fakt shumë kush e din mirë nga qytetarët tanë që pikërisht lista serbe ka qenë faktor shumë qeverisje, vendimtar, madje edhe ekskluziv për veriun me marrëveshje të ndryshme, tratativa politike me pasoja edhe ekonomike dhe juridike për shtetin, që ka funksionuar. E tash, fundit, këta kanë leju, këta kanë financu, edhe pas aktit të banjës edhe gjitha atyre veprimeve dhe këtu në rregullore, thash më parë të betimi, teksti betimit të deputetit, ata nuk e zbatojnë. Deri tash nuk e kanë zbatuar. Por tashmë janë pjesë e realitetit, janë qytetarë tanë, i ke pranuar në Bruxelles, e ke prish një konstelacion tjetër të partive politike që ishin të unifikuara, në kuptim të integrimit, 2-3 parti me institucionet e Kosovës dhe me Kosovën, dhe qytetarët e tyre votonin gjitha institucionet dhe merrnin pjesë. Këta shkunë e formuan atje në Bruxelles, ishte ide e Serbisë dhe hegemonizmit të Vučićit të Serbëmdhënëve tjera atje, dhe tash e ke ja pavshkarin, thot populli, sepse me dur tua ke lejuar, edhe madje jo vetëm atë, po edhe shumë beneficione në kuptimin madje edhe shpesh herë jo në përputhjet plot me kushtetutën dhe me ligjet. Për shembull, drejtori policisë, gjykata e apelit, dhoma atje në Mitrovicën e Veriut e shumë gjëra tjera që nuk janë parapara me as me kushtetutë as me ligje. I ke parapara, e ke pjesë të asaj dhe nuk duhet tash ta anatemohet askush se ata janë deputet popullit fundi dhe përfaqësojnë elektoratin, paktën elektoratin e vet. Profesor, për fund, sepse për shkak të kohës nuk kemi mundësi ta zgjasim më tepër intervistën, cilat janë pritjet e juaja mbase të mos ketë më ngërçe të këtij lloji siç ishin sot në seancën e radhës? Unë në një mënyrë e thash, po e përmbledh tash porosinë time, vetëm mirëkuptimi dhe respektimi i tjetrit në diversitet mendimesh dhe veprimesh. Pra, partitë politike janë për të përçuar mesazhe tjera, ide, programe të ndryshme nga baza ku formohen, nga elektorati tyre, por kur vjen puna në kuvend do doj formësuar politikat. Dhe ajo që është politik programore, qeverise, shumicës, e partisë ose koalicionet që fitojnë, ajo duhet zbatuar. Ti mund të kërkosh si opozit, si parti e vogël ose madhe, po në opozit që t'jetë ndryshe, por të luftosh deri në skaj, për ta quar fjallën dhe idejnë e votusit, por nuk mund të ndryshosh se ky është kuptimi i demokracisë, sundimi i shumicës. Pra, duhet ketë sa më shumë mirë kuptim, tolerancë kuptimin e këtyre diversitetet dhe këtij fjalorit që s'po ndalet fare duke goditur fyrë njëri tjetrin, është për një mend
shumë e randë, për mendoj unë edhe shumë keq reflektohet edhe për ata para opinionit dhe po e shojmë njerëz po na thonë që po reflektohet, ne po mundohemi që të arsytojmë që natyrisht ka diversitet dhe politika është vetë diversitet, megjithatë uniteti dhe mirëkuptimin dobit shtetit dhe jo të pushtetit dhe të interesa personale partijake. E qartë, profesor, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit ditare. Faleminderit juve për ftesë. Faleminderit shumë dhe njëherë. Ndërkaq me shpresën se do të zgjidhej kryeparlamentari, ishin edhe